Serbia duhet ta pranojë realitetin dhe ta njohë shtetin e Kosovës, kështu tha ministri i punëve të jashtme të Kosovës Glau Konjufca në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se pengesa e vetme për normalizimin e raporteve është Serbia. Kosova mbetet e gatshme të normalizojë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe fqinjësore, megjithatë pengesë ndaj paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve, mbetet Serbia që as nuk është e interesuar të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën e as të hyjë në Bashkimin Evropian. I bëjmë thirrje Serbisë të ballafaqohet me realitetin e vet dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran dhe të mos mbajë peng të gjithë rajonin të një hegemonie. Për arrestimin dhe dënimin e kriminalëve serb për krime gjatë luftës, Konjufca tha se Serbia po i portretizon si politike. Institucionet e drejtësisë kanë prezantuar fakte. Ai shtoi se ndryshe nga Serbia, që arreston çdo ditë shqiptar të pafajshëm, Kosova është e përkushtuar të ballafaqohet me të kaluarën e institucionet e Kosovës i ndjekin këto krime, pavarësisht etninë e kryerësve me standardet më të larta të drejtësisë. Kemi qindra raste duke përfshirë dhunën seksuale të kryer nga ushtria e policia e forcat paramilitare serbe, që nuk adresohen as nga Kombet e Bashkuara, as nga Bashkimi Evropian, apo ndonjë gjykatë tjetër. Kemi detyrimin të ofrojmë drejtësi viktimave e nuk do të ndalemi derisa të gjitha këto raste të zgjidhen përfundimisht. Tutje Konjufca foli edhe për gjykatën speciale, për cilën tha se krimi i saj nuk është si derivati i rezolutës 1244, por atë kanë themeluar institucionet e Kosovës dhe dhomat e specializuara nuk i raportojnë UNMIK-ut por Kuvendit të Kosovës. Zgjerimi i tepruar i autoritetit raportues të UNMIK-ut, gjykata speciale nuk janë krijim nga rezoluta 1244, nuk janë krijuar nga Këshilli, mos nxjerrni autoritet aty dhe ato nuk i përkasin UNMIK-ut. Speciale është krijuar me amendament kushtetues të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Baza ligjore rrjedh nga një letërgëmbim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Konjufca vuri në theks se Beogradi ka bërë përpjekje për të vazhduar rolin e vet destruktiv, me ndërhyrje në zgjedhje dhe mbështetjen për listën serbe. Ai u kundërpërgjigj ambasadorit të Serbisë në SBA, Marko Đurić. Beogradi ka vazhduar të luajë rolin e vet destruktiv duke u përpjekur të ndërhyjë në zgjedhje, duke u përpjekur për ta mbështetur listën serbe në zgjedhjet në Kosovë, duke synuar ta reflektojë drejtimin e vet me një parti në pushtet. Ministri Konjufca nënvizoi se Kosova nuk mund t'i besojë Serbisë pa llogaridhënie të qartë dhe garanci për ndalimin e agresionit, ndërsa për raportin e UNMIK-ut, Konjufca tha se nuk e trajton mjaftueshëm sulmin terrorist në Banjsk, gjithashtu theksoi se mandati i UNMIK-ut në Kosovë ka përfunduar. Ndërkaq, përfaqësuesja e SBA-s në OKB, Tami Brus, ka ripërsëritur kërkesën e SBA-s për mbylljen e këtij misioni në Kosovë. All citizens of Kosovo